pjesëtarët e Serbisë ose Serbia mund bëj propagandë që na kanë larguar e që është bërë mua ndaj këndej, po qetë ka qenë brenda, sepse ata kanë qenë shumë korrekt me mua, shumë të kujdesshëm. Madje nuk donin as më shqetësonin për këtë pjesë. Çfarë ndodhi në kioskën ku e ke blerti beretën? Janë shitur të gjithë. Po pse ke blen nuk ja ka fal, imagjinoje. Jo, e ka vërtet, ka fal, po s'ka lidhje për atë. Ajo që dua të them është jam shumë e lumtur me impaktin që pati. Sinqerisht, edhe thash edhe në një intervistë, diplomacia e heshtur që ka nganjëherë shumë e rëndësishme, se sa të shkruash një fjalim me 10 ose 20 faqe dhe të flasësh për historinë e vendit tënd ose kush e di çka tjetër, nuk do të kishte besoj impaktin që pati thjesht një paraqitje dhe disa fotografi që pastaj u bën virale në gjithë. A shikoj komentet tim në foton që kishe publikuar kryetari i parlamentit, çfarë thonin serbët, të interesonte? Unë u bombardova pastaj, u bombardova edhe në rrjetet e mia sociale nga serbët duke më sharë, duke më linçuar në forma të ndryshme, po kam pas shumë stres edhe kisha fokusin që takimet e aranjuara t'i kryeja në formën e duhur. Do të thënë të vazhdoja misionin për çka kisha shku, edhe nuk mundesha do të fokusohesha tek komentet ose tek mediat qofshin pozitive, qofshin negative, ani pse 90% e tyre kanë qenë natyrisht pozitive. Familja kur u ktheve çfarë tha? Shoto Galica jon. Familja ka qenë në stres, pak gjatë gjithë qëndrimit tim atje ata kanë qenë në stres, se normalisht ndryshe shihet nga jashtë dhe ndryshe është situata brenda, po në fakt brenda gjithçka ka shku shumë qetë. Tani pjesëtarët e Serbisë ose Serbia mund bëj propagandë që na kanë larguar e që është bërë mua ndaj këndej, po qetë ka qenë brenda, sepse ata kanë qenë shumë korrekt me mua, shumë të kujdesshëm. Madje nuk donin as më shqetësonin për këtë pjesë. Gjatë gjithë kohës vinin a je mirë, a je në rregull, a ke nevojë për diçka, pra nuk ka pasur tendenca që Kosova dal keq. Se ata shkruajtën në X se që Kosova u largua, domethënë me këtë rast. Po, nuk është e vërtetë. Kush e bëri këtë? Nuk e ka bërë misioni i Serbisë në OSBE. Sepse kjo ishte një propagandë që Kosova u largu. Ishte propagandë, unë pastaj kam postuar vazhdimisht foto me tregu që ne jemi ende aty. Do me thënë, me beret ose pa beret ne jemi ende aty, sepse s'ka askush të drejtë na largojnë nga një konferencë ku flitet për drejtat njerëzit. Nëse ti e shkel këtë të drejtë themelore që unë në këtë rast si ambasadore e vullnetit mirë paraqitem ashtu si dua, atëherë mos e mbaj fare konferencën, se nuk ka logjik kjo gjë. Kështu që nuk ja ka ndalë edhe për këtë jam jashtëzakonisht e lumtur, edhe u asiguroj që në çdo përfaqësim tjetër gjithmonë do të kem një simbol të Kosovës, deshën ose deshën shtetet kundërshtar.